Asambli Çiftelia në Lezhë festoi 60 vjetorin e krijimit të tij përmes një veprimtarie artistike, e cila organizua në Pallatin e Kulturës Det Ndue Lazri. Artistët sollën këngë dhe interpretime që kanë lënë gjurmë në historinë e asamblit, duke përcjellë emocione dhe kujtime për publikun që është rritur me tingujt e Çiftelisë dhe muzikën tradicionale shqiptare. Festa e 60 vjetorit ishte edhe një humazh për artistët, instrumentistët dhe të gjithë kontribuesit që ndër vite kanë qenë pjesë e ansamblit, duke ruajtur dhe promovuar trashëgiminë kulturore shqiptare, e cila vijon të përcillet edhe tek brezat e rinj. 60 vjetori i ansamblit Çiftelia është një ndër ngjarjet më të rëndësishme të qytetit Lezhës, sepse është një ansambël ku janë përzirë të gjithë të 5 trevat e Lezhës. Ky është qëllimi i ansamblit, që t'i rujmë të vlera me kostume, me instrumenta, me tipologjitë e tyre të valleve të vjetra që janë hulumtuar ndër vite. Në vitin 83 jam bashku me ansamblin Çiftelia, ashtu si gjithkush hiku, po me thënë drejt më ka met marat që kam hikun për i dibre, po edhe këtu kam gjetur një kënaqësi në të gjitha fushat. Është një ansambël që Lezhë ka dhënë krenari. Unë kam qenë fëmijë kur ka dalë ky ansambël, kur e kam dëgjuar dhe jam krenar sot që marr pjesë këtu në Pallatin e Kulturës Lezhë si pjesë e këtij ansambli, edhe po vazhdojmë dhe me rinin që të jenë pjesë ansamblit Çiftelia. Në Lezhë, me thënë drejtën, ka një interes të jashtëzakonshëm me brezi i ri, ashtë shumë i dhënë mas folklorit. I pranishëm në këtë veprimtari artistike ishte edhe kryetari i Bashkisë Lezhë Pirin Dreu, i cili tha se ky ansambël ka lënë gjurmë në historinë e folklorit shqiptar. Ndjem krenar për gjithçka profesion të Lezhës, një kombinacion mes krahinave të ndryshme që flektojnë të gjitha bashkë në një ansambël që quhet Ansambli Çiftelia dhe që në fakt ka lënë shenja të pashlyeshme në historinë e folklorit shqiptar. Sot asaj dite ne përulemi me milioje gjithë atyre që kanë dhënë kontribut por që nuk jetojnë më, dhe gjithë atyre që për arsye të moshës nuk marrin pjesë në ansambl, por janë pjesë legale e këtij ansambli dhe s'mund të jenë shkutur. Për gjithë këta që janë dhe bajnë gjallë emrin e ansamblit Çiftelia dhe për dekada me radhë, ansambli Çiftelia ka qenë një nga grupet artistike që kanë mbajtur gjallë folklorin, këngët tradicionale dhe motivet burimore të Lezhës, duke u kthyer në një simbol të identitetit kulturor të zonës. Me repertorin e pasur dhe interpretimet ndër vite, ansambli ka shoqëruar aktivitetet artistike, festivalet dhe ngjarjet kulturore që kanë bashkuar breza të tërë.